Kush është Alea? Unë jam Alea Plova, jam një 13 vjeçare, vi nga Peja, nga qyteti më i bukur, i cili është Peja. Unë jam një këngëtore, i kam të publikuara 2 videoklipe, videoklipi Pse mi të ndarë dhe videoklipi Këtë ura. Nga ka ardhur inspirimi për me këndu? Inspirimi për mua ka ardhur për me çështjen, domethënë për me arritur në diçka me muzikë, e cila muzika për mua është gjithçka, edhe aty ka një gjithçka. Si do ta përshkruaje veten me disa fjalë? Unë veten do ta përshkruaj një vajzë e qetë, edhe e cila merret me muzikë. Kur ke fillu me këndu? Unë kam fillu qysh nga mosha e vogël, domethënë qysh nga mosha 5 vjeçare. Pra, goxha do vite karrierë mundemi me thonë. Çfarë këngë zakonisht pëlqejnë, ndoshta zhanret e kështu? Mua të gjitha zhanret më pëlqejnë, por më shumë e veçanëroj populloren. Pse pikërisht? Se diqysh janë që më flenë më shumë në zemër, edhe janë më kuptim shumë të bukur. Si e ke zbulu talentin? Ta të kanë zit dikosh, apo kështu ka qenë si? Po, unë talentin ma ka zbuluar gjyshje, edhe ai i cili ka o marrë me muzikë, edhe dhe më thonë aty ka fillu gjithçka. Dhe me thonë që ka qenë mbështetja më e madhe në fillimet e tua. Tashmë po besoj që ka vazhdu të krij familja? Po, të gjitha familjen. Po pra edhe prindrit po ashtu mbështetja prindërve shumë e rëndësishme. Po edhe babin ashtu te kom pas në shkollë të muzikës, i cili po ashtu ka qenë me harmonik, aty ka linë gjithçka. A mundem me thonë që është një talent trashëgues? Po. Pra, ju me babin e keni një diçka që ju lidh shumë? Po, unë po ashtu kam qenë edhe me violin, po violinën e lash sepse tash edhe një vjet më kam bet, edhe pastaj dua të vazhdoj në shkollën e mesme të muzikës. Po pra, ti kemi vazhdu këtë rrugtim në mënyrë profesionale, kështu ta mënë? Po. Shumë mirë, po ashtu edhe violina, është goxha një instrument mbretëror. Po, dhe mundu me thonë pak i vështirë për me mësu. Po, e vërtet. Pse të ka pëlqy violina? Më ka pëlqy, po ashtu edhe ma ka shti në qef gjyshem, i cili ma ka jap si dhurat, violinën, edhe pas taj unë e lash. Aty në shkollë muzikës kam qenë 4 vite. Po ashtu edhe violina ka lloj-lloj tinguj, pra mund t'jetë shumë e mërzitshme, shumë mund me thonë e happy ose diçka e tillë, pra mund është shumë një guam gjellë të emocione me shprehim bazë violinës, dhe mund me thonë një ndër instrumentet më të mira, të cilat rekomandohet, por ndoshta ju për fëmijë kështu si ke fillu ti, pa pas talentin kështu. Po, pa talent. Pse mos me përvetësu talentin? Po, tash edhe në fakultetin e kom zgjollë edhe fakultetin e muzikës. Po, pra kemi vazhdu total. Po. Dhe një instrument tjetër atë pëlqen? Piano. Po, alo nuk e kam praktiku, po në ditët ose në vazhdim. Po, sepse edhe pianoja edhe violina janë paga shumë ato më të shpeshta që mundemi edhe kemi hapësirë ndoshta me praktiku edhe me lujtë, me thonë me to. E vërtet. Si ka ardhur ai vendimi për me publiku atë këngë? Vendimi ka ardhur nga producenti, edhe nga unë jam me 2 bashkëpunim shumë me një 2 njerëz shumë të cilët janë shumë të mrekullueshëm, Genci Hyseni dhe Mundi Berani, të cilët janë shumë bashkëpunëtor të mirë, edhe aty ka linë gjithçka. Ne në fillim te Genci Hyseni zgjedhim disa këngë të ndryshëm, e pastaj i kemi bu 2 covera. Edhe kjo e kemi zgjedhë së pari 2 covera sepse kjo ka qenë më e mira për mua, e pastaj do të vazhdoj me tekstimin. Po, pikërisht, pra, edhe tekstin me shkru, edhe këto janë diçka që mundesh me perceptu, do më thonë edhe me përcjell një mesazh goxha të mirë. E vërtet. Tek coveri i parë, mundesh me na tregu ndoshta gjithçka për eksperiencën. Po, coveri i parë, Pse mi të ndarë, ka qenë eksperiencë e paharrueshme, edhe ka qenë paksa e emocionuar, edhe pak kam qenë nervoze, sepse me stres të madh, a mund t'ja dal, po në fund të fundit arrita ku deshta. Po, pikërisht e hera e parë, tash me çdo gjë që bëhet për herë parë është pak e frekshme, mundem me thonë. Edhe me bashkëpunëtorët kam menduar se është pak e emocionuar, por në fundit ja dola. Po, pikërisht kur e keni sistem, do me thonë, që të mbështet, pra familja, shoqëria, bashkëpunëtorët muzikë janë ata që me të vërtet trojnë përpara, duke marrë parasysh se tashmë ti edhe goxha e re, do me thonë, edhe jep disa hapa përpara ndërsa këngëtarëve tjera. Yes. Kjo është shumë i mirë, do me thonë, për shkak se tashmë
vazhdon edhe në shkollë muzikës dhe merresh me këtë fushë pra në mënyrë ma profesionale dhe e din ndoshta gjitha pjesët e bumjes një këngë, pra edhe tekst shkrimin e kritu, ndoshta është një proces goxha ma i gjatë. Po, do të zgjatë shumë e di, po me vazhdimin e kohës do t'ja dalë. Çfarë mesazhi kanë këto dy kovera? Mesazhi Psemi të ndar edhe mesazhi Këtë ura kanë mesazh shumë të bukur. Mesazhi Psemi të ndar flet për vendet e ndryshme shqiptare, të cilat janë të ndara, ndërsa koveri i dytë i cili është Këtë ura flet për urat, gurat edhe gjithçka që ka vendi im, edhe nëse ka diçka të keqe, unë prap do ta dua. Pikërisht këto adetare dhe këngë patriotike unë me thonë. Po. Kjo është i shumë mirë që mi qitë në pa vera tona kulturore, e këto për shkak që më atë muzikës, më atë kulturës, po shumë që Kosova po jetë shumë për para. Po. Ju tashmë jeni edhe në shkollë, si e balanconi, ndërsa këtë pjesën me këndu, me shkru, e kështu, me shkollën? Po, me menaxhem mund t'ja dalë, po mund t'a doj se cilën kohën e vetë, koha e ka, për shembull, shkolla e ka vendin e vetë, muzika e ka vendin e vetë, se cila e ka vendin e vetë. Pra, do të një balancim dhe një organizim të shta i ditës. Por edhe kur e donë profesionin, nuk mund t'a ndalësh. Po, do më thonë, nuk duket që është si një pjesë punës, por është diçka që një hobi që... Se, për shembull, muzikën e çdo minutë mund të merrna me muzikë, edhe çdo minutë mund të këndoja ose diçka tjetër. Unë ndoshta edhe këtë pjesën se shumica prej neve vajzave këndojmë dhe dëgjojmë muzikë duke u gati e kështu. E është ajo pjesë e rutinës që juve ju ka përshtatë. Po. Si e ndje kur e ke publiku koverën e parë? Unë kur e kam publiku koverën e parë, i cili ka qenë Psemi të ndar, ka qenë një ndjenjë e paharrueshme, po ka qenë edhe e sikletshme. A tu ka larguaj ndoshta stresi pas te koveri i dytë? Po, te koveri i dytë mu ka largua stresi dhe tashmë nuk kam stres. Pra ke qenë një orë me krejtu, se për shumë nuk ke stres ashtu, kemi disa kamera, pra nuk të bëm fare për shtypje, i ambientu me njëherë. Po, me njëherë. E përmendet që ke plan me vazhdu dhe me këngë me tekst tënde. Po. Çfarë lloj këngë, çfarë lloj teksti? Unë mendoj që tekstin vazhdim do t'a bëj me jetën time, që shka marrë me muzikë, e që shtot. Po, pra, do me thonë, goxha me kuptim, kënga, edhe ndoshta mundemi pas disa viteve, mundesh më këthy, edhe me pasë, si a ke fillu, e ke ljonë, ndoshta një shajnë që, okej, kjo është një diçka që unë ko me bo, edhe ko me pas shumë sukses të ke bo. E vërtet. Cilat kanë qenë ato komentet e para që i ke pas? Unë ka marrë shumë komentet të mira nga publiki, edhe më kanë thonë ti dush me vazhdu ti ki me ecë për para. Këto komente mua më kanë motivuar dhe më shumë dhe të vazhdoj me muzikë, ku të cilat më kanë pruar deri më sot.